shkuarjen e komandantit FSK-s në konferencën për themelimin e forcës ndërkombëtare stabilizuese dhe po të njëjtën ditë, pra me datën 11, nga kryeministri Kurti, kemi pranuar aprovimin zyrtar për pjesëmarrje në këtë konferencë dhe nga ajo ditë deri më tani ne kemi marrë hapat e nevojshëm përgatitur për zbarkimin e forcës së sigurisë së Kosovës në Gaza. Ndërkohë është nënshkruar nga presidentja Osmani marrëveshja si një prej shteteve themeluese, apo? Të bordit të paqes. Të bordit të paqes, edhe a janë këto dy gjëra të lidhura a jo? Këto janë të dyjat në kuadër të rezolutës 2803. Okej. Rezoluta 2803 e Kombëve të Bashkuara sakson që do të formohen dy trupa të ndryshëm me detyra të ndryshme, po normalisht është të ndërlidhura me njëra tjetrën, që është bordi i paqes si një institucion administrativ i paqes edhe sigurisë në regionet afektuara dhe forca ndërkombëtare stabilizuese, e cila do të jetë forca vepruese, e cila do të ofrojë mbështetje humanitare edhe operacione të ndryshme në shërbim të vendosjes së paqes dhe sigurisë, por edhe mbështetjes së civilëve në zonat e prekura, më saktësisht në Gaza. Normalisht që këto do të koordinohen, do të bashkëpunojnë mes veti, duke qenë që bordi i paqes është institucioni administrativ i operacionit, kurse forca ndërkombëtare stabilizuese është ajo forca vepruese e cila do të punojë në terren në vendosjen e stabilitetit dhe paqes. Është e përafërt ndoshta jo krejt identike, siç ka qenë në Kosovë UNMIKO dhe KFOR. Dihet që komandanti Komision Amerikan, zavendës komandanti nga Indonezia, edhe thash janë 5 shtete për cilat deri më tani dihet që kanë me dërgu ushtar në terren. Pyetja është nesër, a mundet me u dërgu FSK-ja pa u ratifikuar marrëveshja ndërkombëtare për bord paqes? A janë këto dy gjëra të ndara, a janë pjesë e një pakoje? Të janë dy gjëra të ndara. Pra, FSK-ja mundet mu votu, bordi i paqes mundet mu zhagit. Nuk besoj që do të zhagitet as bordi i paqes, por nuk nënkupton që do të jetë i ratifikuar çështja e bordit të paqes për të marrë pjesë FSK-ja në forcën ndërkombëtare stabilizuese, për arsye që e thash më herët, forca stabilizuese është themeluar para themelimit të bordit të paqes. Pra, kemi një forcë e cila vetëm ka qenë e funksionalizuar para se të mbohet mbledhja e themelimit të bordit të paqes, dhe janë dy institucione për të cilat rezoluta 2803 e Kombëve të Bashkuara i përcakton detyrat në mënyra të veçanta. Pra, ne po marrim pjesë normalisht në kuadër të forcës ndërkombëtare stabilizuese, duke qenë edhe kjo ndërlidhur me bordin e paqes, por nuk është e detyrueshme, pra, që bordi i paqes të përcaktoj edhe zvotimin për zbarkimin e FSK-s. Nesër në kuvend, dihet qa votojnë deputet, sa ushtar kanë me shku, sa kanë me qëndru, qa kanë me bo? Ne i kemi përcjell shumë detaje teknike edhe të gjithë deputetët. Normalisht që disa prej detajeve nuk do të bëhen publike deri në momentet kur ne të fillojmë përgatitjet përfundimtare për zbarkimin e forcës së sigurisë së Kosovës në Gaza, edhe për arsye që ne do të kemi edhe një marrëveshje teknike që do ta bëjmë me forcën ndërkombëtare stabilizuese, pra me shtabin qendror, në mënyrë që të përcaktojmë edhe modalitetet, edhe ato teknikalitetet, cilat na